Do befasoheni, ja çfarë i ndodh trupit nëse flini të uritur. E keni parasysh atë zhurmën karakteristike të urisë, të duket sikur në stomak ka plasur tranzira të cilat gjithsesi mendoni se mund t'i injoroni kur nevoja për gjumë është më e madhe, por të dhënat tregojnë se nëse flini të uritur atëherë do të dëmtoni organizmin. Sipas këtyre të dhënave janë një sër dëmësh në gjumë ose në stomak që i bën organizmit, sidomos nëse flini me stomakun bosh. Përse nuk duhet të flini me stomakun bosh? Nuk do jeni në gjendje të mbyllni syt. Ky është një lajm i keq për të gjithë ata që e duan gjumin. Nëse flini me stomakun bosh, kjo do të ndikojë në përkeçësimin e gjumit tuaj. Mund të shtoni në peshë. Gjumi i uritur gjithashtu ndikon në përkeçësimin e cilësisë së peshës, pasi në mëngjes do të konsumoni më shumë ushqime. Do të humbisni masë muskulare, do të keni më pak energji dhe mbi të gjitha kur të zgjoheni do të jeni gjithashtu më shumë të nevrikosur.